çfarë po ndodh me shëndetin e fëmijëve? Pse kemi kaq fëmijë smur ditët e sotme? Shumë gjëra kanë ndryshuar. Stili i jetesës ka ndryshuar totalisht me vitet tona të fëmijërisë tonë. Popullsia është përqendruar në qytete të mëdha dhe intensiteti dhe takimet janë shumë më të mëdha siç ishin dikur. Ka ndryshuar klima, ka ndryshuar viruset. Viruset janë gjallësa shumë të zgjuara të cilat adaptohen me ndryshimin e stinës. Ka ndryshuar temperaturat, rritja globale e temperaturave ka zhduk stinët dhe kjo gjë ka bërë persistencën e shumë proceseve infeksioze që të persistojnë gjatë gjithë vitit, jo më të ndara në stinë siç kanë qenë dikur. Jeta në ambientet mbyllura kolektive. Ne dikur mbaj mend kemi kaluar shumë kohë jashtë, ndërsa sot fëmijët kanë jetë shumë të mbyllur. Domethënë kanë ambientet mbyllura, kopshtin, shtëpia, makina, kalojnë shumë pak kohë në ambient hapur. Janë gjitha elementë të cilat ndikojnë në rritjen e smundshmërisë dhe në shfaqjen e këtyre problemeve që ne sot shohim.